Ekspozita Impresione Urbane ka hapur dyert mbrëmjen e së premtes në Galerinë e Artit Pamor Nikolet Vasia të Durrësit. Ata me profesion janë arkitekt dhe janë mjaft të njohur në fushën e tyre, por në këtë ekspozitë kolektive prezantohen me punimet në pikturë. Bëhet fjalë për 4 arkitektët e njohur: Maksim Mitrojorgji, Valentin Voshtina, Piro Stefa dhe Olsi Plasa, të cilët kanë sjellë për Artdarsit rreth 100 punime, kryesisht peizazhe urbane të qyteteve shqiptare. Kemi vendosur një moment që të bashkohemi bashkë me krijimtarinë tonë, jo më në fushën e arkitekturës, projekte, të objekteve dhe të planifikimit të qytetit, po vepra arti të lira të pasionit tonë, siç mund të jenë akuarele, grafika, pastele, kryesisht teknika mbi letër që i quhet. Ne këtu nuk merremi përgjithsisht me tema që artistët merren pafund, siç mund të jenë për shembull natyrat e qeta, nudot, peizazhet e tjera, ne merremi me peizazhin urban kryesisht. Për skulptorin e njohur durrësak Qazim Kërtusha, ekspozita mbart vlera të mëdha, sidomos për sa i përket dokumentimit të zhvillimit urban në qytete të ndryshme të Shqipërisë, por njëkohësisht ai ndjen pak keqardhje që Durrësi nuk ndodhet mes 100 tablove të 4 arkitektëve. Kjo është jo vetëm datavest, edhe për këtyre vlera kulturore, por është një peizazh urban gati të Peru dhe të kaluar artefakt. Pra, këto na sjellin një pjesë të studios tyre, një pjesë të emocioneve tyre, një pjesë të punës tyre. Këto kanë dhënë kontribut në ndërtimin e Shqipërisë, projektet të tyre, por këto i kanë të veçanta, kanë marrë inspirimin nga kjo traditë dhe fillojnë përpunojnë. Pra është një grup me një kontribut shumë të madh. Punimet e realizuara në 4 teknika: akuarel, vaj, pastel dhe grafika me ngjyra, pasqyrojnë kryesisht panoramat të peizazhit urban, nga ndërtesat, rrugicat e vjetra dhe deri tek qytetet historike të vendit tonë. Ekspozita Impresione Urbane do të qëndrojë e hapur deri më 25 janar 2026.